Por megjithse të gjithë po e kërkonin, askush nuk e gjente krijesën misterioze që e quanin njeriu i frikshëm i borës. E vetmja gjë që pan ishte një shteg gjurmësh gjigante në borë. E habitshme. Ju po thoni që askush nuk e ka parë njeriun e frikshëm të dëborës? Asnjëherë. Shikoni, disa gjurmë të mëdha misterioze. Do t'i ndjek ato dhe do e gjej burrin e frikshëm të dëborës. Argëtohuni, kur të ktheheni, ejani e më tregoni nëse gjetët gjë. Kami, a ndihesh mirë? Nuk kam parë kur më përpara borë. Unë vi nga një vend i ngrohtë. Në fakt më pëlqeu bora, por shiko, është kaq ftohtë sa jam bërë. Fishe këtë, them se do të mbaj ngrohtë. Me këtë ndjehem më mirë. Shumë faleminderit. Tani po, çfarë bëni ju me dëborën pa më thoni? Çfarë do që të bëni? Duhet jetë e shkëlqyer. Topa bore! Ski! Patinazh! Kapje flokësh bore! Ëngjët e borës! Unë jam ajo që bëj ëngjët më të bukur, shiko! Wow! Sa bukur! Jo, keq, por unë mendoj se bëj diçka më të bukur. Caramba! Prisi, do ta provoj prapë. Mbase ëngjët e dëborës nuk di ti pëzdash mirë. E jam me mua dhe do provojmë diçka tjetër. Do të vi edhe unë. Po, edhe unë. Edhe unë. Unë po rri këtu me riun e madh. Shihemi. Ja një shteg tjetër gjurmësh. Ndoshta unë jam duke ndjekur dy burra të frikshëm borë. Ari i madh, më duket se ti po ndjek vetëm gjurmët e tua. Po, sa i marr jam. Do më ndihmosh ta kërkojmë bashkë burrin e borës? Si thua pra? E pse jo? Më pëlqen shumë. Mendoj se duhet ta provojmë andej. Pa që fat. Shihemi më vonë, zoti Lis. Ariu i madh dhe Rozi, eksploruesit e njeriu të madh e të frikshëm të dëborës. Po këtu ka gjurmë të tjera. Edhe kësaj here, as që bëhet fjalë që të jenë të tonat. Kami. Por ti nuk je njeriu i frikshëm i borës. Jo, por po mësoj të bëj ëngjëj të dëborës. Kami, eja, po të presim. Mendoj se me kalimin e kohës do përmirësohem. Shihemi. Nga të shkojmë tani, Ari i madh? Unë mendoj të shkojmë këtej. Po që më duket më e bukur kjo rrëshqitja në akull. Është lehtë, shiko. Po. Ashtu bëje, Kami, dhe tani ti e gati. Po! Ui! Wow! Po, jo keq, por pa më shihni mua. Kami, a mos u vrave? Nuk u vrava, por ndoshta as këtu nuk jam laq i zoti. Mos u mërzit, Kami. Unë them se ka diçka më të bukur që mund të bësh. Një garë të borë? Juhu! Këtë them se me padyshim do ta fitoj unë. E po këtë do ta shohim. Bëuni gati! Gati! Nisu! Ej! Nisu duhet të thoja unë! Si mendon ti se duket njeriu i frikshëm i dëborës, Ari i madh? Po, ai është i madh, edhe nuk do që ta shohë askush. Mbas është pak i ndrojtur. Shiko, Rozi, gjurmë të tjera. E këto nuk janë të mia. Dhe këto nuk janë as të miat. Eja!
Jemi afër qendrës së labirintit. Pas pak ne të dy do të jemi në gjendje të shohim. Jam fitues! Ura! Kaltrosh. A mos e ke parë njeriun e frikshëm të borës këtej rrotull? Ari i madh, më duket se ne të dy kemi ndjekur gjurmët e Kaltroshit. I dyti! E treta! E katërta! Përsëri fundit. Kush do ta gjej një lojë të bukur që të fitoj unë një herë? E po s'ka gjë, Kami, mund të provosh diçka tjetër. Ka edhe një vend tjetër ku duhet të kërkojmë. Ja, atje. Shihemi më vonë. Slitë, mendoj se kësa radhe të dalë unë i pari. Më dëgjo mua, mos ecë shumë shpejt. Bëhuni gati! Gati! Nisë! Mund të ecësh pak më shpejt se aq? Nuk është e drejt, jam shumë i letë. Po, jam fituesi! Shiko, Rozi, një gjurmë. Dhe shiko se sa larg është gjurma tjetër. Ai duhet të jetë një gigant, i madh, shumë. Rozi, ja, duhet të jetë ai. Po mos vazhdo ta hedhësh. Nuk jam unë që po e hedh, je ti ajo që je duke e hedhur. Nuk jam edhe aq e sigurt. Është Meni dhe Tila. A doni t'ju ndihmoj unë për këtë? Po të lutem, është folja ime e ngrohtë e dimrit, por Tila ma hedh gjithmonë atë. Unë ta hedh gjithmonë. Prit, ma lër mua. Ta vendos këtu? Mirë, Kami, e pam që Slita nuk është për ty. Po sikur të bësh një njeri bore. Po! Unë do të bëj njeriun e të borës më të madh. Mua më duket se nuk do ta gjej dot kur njeriun e frikshëm të borës. E po mbase kjo ka qenë vetëm një përrall, siç tha edhe Zoti Lis. Dhe tani, po ju prezantoj me njeriun e të borës më të madh që keni parë ndonjëherë. Qen ka shumë prej bore. Ashtu është, por nuk është aq i madh sa duhet. E sheh? Mjaft me kaq, humba përsëri. Nuk asnjë lojë me të borë ku unë të dal i pari. Ej, prici! Ej! A i e mirë, Kami? Po faleminderit. Ari i madh, ti dukesh si një njeri prej bore. Them se ashtu duke. Pritak, sa ti vë edhe këta? Kush po ngjitet lart në kodër? Unë mund të mos e kem gjetur njeriun e frikshëm të borës, por shikoni, tani jam unë, Ariu i frikshëm i borës. Pra unë arrita të ndërtoj njeriun më të madh të borës. Ti ja dole, Kami. E të them të drejtën, është pak ftohtë të jesh Ariu i frikshëm i borës. Por e lezetshme. Shiko, unë po shoh njeriun e frikshëm të borës pas asaj peme. Shpejt! Eja pra, Rozi, eja të shohësh. Rozi? Bu! Doja të bësh as i lepur i frikshëm i borës dhe të bëja bum.